E kemi lënë për pjesën e dytë tani Iran-Izrael. Në çpik jemi sepse kemi deklaratat ministrit jashtëm iranian që thotë që ne ruajmë të drejtën duke qenë se jemi antar të le të themi të institucionit për zhvillimin e energjisë atomike, ne ruajmë të drejtën dhe kemi të drejtën që ta vazhdojmë atë përpjekjen tonë për energji të pastër. Këto janë pamje satelitore që tregojnë që ka filluar iranianët kanë filluar le të themi të shikojnë dëmet që ka shkaktuar sulmi amerikan. Nga Washington Post kemi një interceptim telefonatash midis zyrtarëve të lartë iranian që thonë që dëmi nuk ishte aq i madh saç pretendohet. Pra, në çpik, pastaj kemi deklaratën e Trumpit që nëse do ta bëjë Irani atë ne prap do ta sulmojmë. Pra, ku jemi në raport me zhvillimet aktualisht midis Iranit edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës apo vendimit për bisedime? Duhet të marrim pak më me pak entuziazëm të gjëra. Pra, aktualisht një pjesë e mediave në Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen ta mbajnë dhe ta fusin Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftë sërish. Pra, ata e bëjnë për arsye politike më tepër sesa për arsye ushtarake ose për arsye qendrore. Pra, futja e Amerikës së Bashkuara të Amerikës në luftë do të ndikonte në presidencën Trump. Dhe qëllimi i tyre është të ndikojnë në presidencën Trump. Pra, ta dëmtojnë atë, ta japin dorëheqjen ose të e ke fjalën për këtë që thash për Washington Postin, që thotë kemi interceptuar bisedime. Sepse të dali një gazetë dhe thotë që ne interceptuam. Është pak qesharake prasit. Interceptimet në këtë moment, dhe sidomos ato në Iran, tashmë është pothuajse e pamundur dhe e vështirë që të përshëndetje për interceptime pas kësaj që ndodhi në Iran. Nuk ka interceptime. Jo se i bën gazeta zbulon interceptime që kanë bërë shërbime. Po gjithsesi duhet të japi, do të jenë konfirmuara. Do të jenë konfirmuara, nuk ka konfirmim të këtyre. Prandaj them që është një luftë e brendshme politike. Ndërsa për sa i përket asaj vazhdimësisë të programit bërthamor, unë mendoj që Irani e ka të drejtën dhe do vazhdoj programin bërthamor pa ndonjë pengesë në këtë dhe e ka vazhduar programin bërthamor edhe gjatë bombardimit, pra nuk është se programi bërthamor ka ndaluar për nevoja të energjisë. Për arsye se tash kemi dy qendra të tjera të programit, një është Busheri dhe një është Gadanci, të dyja këto qendra mbajnë nën kontrollin e rusëve dhe janë teknikët rusë atje, dhe këto përdoren për prodhimin e energjisë. Pra, programi bërthamor që ata deklarojnë për çështje energjetike nuk është ndalur në asnjë moment, as gjatë tyre 12 ditëve luftë. Nuk është prekur, nuk është sulmuar. Në Busher që është afër në Busher dhe në Gadanci, pra të dyja këto kanë vazhduar sepse ato as nuk u prekën dhe as nuk u cënuan. Sepse janë në bashkëpunim me rusët. Dhe në marrëveshjen e 17 janarit të këtij viti për bashkëpunimin strategjik me Rusinë, përfshihet edhe zhvillimi i këtij programi bërthamor për nevojë energjetike, i cili merret totalisht në kontroll nga Rosatomi, pra nga kompania shtetërore ruse që merret me zhvillimin e energjisë bërthamore. Dhe unë mendoj që do të vazhdojë kjo, pra siç e kishin rusët ato dy të tjerat, do të marrin edhe të tjerat për zhvillime dhe këto zhvillime mbeten të paprekura. Pra për arsye energjie, për prodhim energjie do të mbeten të paprekura dhe do të vazhdojnë. Që do të thotë që nuk do të kemi asnjë pengesë në këtë aspekt, siç nuk pati pengesë, siç nuk pati goditje të tyre dy qendrave të cilat kontrolloheshin nga rusët dhe kishte teknikë rus, ashtu nuk do të ketë edhe qendrave të tjera të cilat do të ketë sërish teknikë rus. Pra aty ku ka teknikë rus nuk preken. Nuk godet dot as Izraeli, as Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse në atë moment do të hynte në një konflikt të pastër. Pra nuk kemi një rrezik dritan nëse ministri i jashtëm thotë që ne do ta vazhdojmë. Kemi të drejtën ta vazhdojmë këtë gjë. Absolutisht kanë të drejtën ta vazhdojmë. Ndërkohë nga ana tjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës, po Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kemi një gjë. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk po bëhet llaf për këtë. Pra duhet kemi një gjë parasysh. Pra ne i nxjerrim llafet, mediat nuk i nxjerrin llafet nga konteksti, pra fjalët nga konteksti. Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të qëndrojnë asaj që ne nuk do të tolerojmë përdorimin e krijimin e një bombë bërthamore. Pra pasurimin e uraniumit për nevoja të bombës bërthamore. Pra nuk e kanë penguar dhe nuk kanë qenë kundër në asnjë moment deri më sot nuk kanë thënë që të mos ekzistojë fare për nevoja energjetike, sepse të mos ekzistojë për nevoja energjetike do të thënë që edhe atë centralin bërthamor që kanë në Busher ta ndalin. Po. Pra nuk është diskutuar kjo. Prandaj them që nxjerrja nga konteksti na sjell në këtë përplasje. Realisht nuk kemi një përplasje. Pra palët i qëndrojnë asaj që kanë qenë, që për çështje energjetike, edhe këtë Irani thonë për çështje energjie do vazhdojmë siç e kanë vazhduar dhe siç nuk është ndërprer as gjatë luftës. Pra atë që pretendohet
për pasurinë, për çështjet bombës bërthamore, që unë mendoj që Irani nuk ka pasur pasurinë për nevoja bërthamore, por Shtetet Bashkuara të Amerikës mendojnë pra është diçka tjetër. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës i qëndrojnë kësaj, në rast se pasurimi do të vazhdojë për nevojat bombës bërthamore, ne do ndërhyjmë sërish. Pra jo nuk bëhet vëlla për çështjet e energjisë. Pra jemi dy deklarata të ndryshme që qëndrojnë në nivele të ndryshme. Deklaratat po përfundon në përplasje dritan. Pra jo, përplasja erdhi për shkak të saj, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli pretendojnë që këta po bëjnë bombë bërthamore, ata thoshën që ne s'po bëjmë bombë bërthamore. Po thash, po pavarësisht pretendimit, pavarësisht përplasjes, pikat të cilat prodhojnë energji elektrike, nuk janë prekur. Pra do thotë që programi bërthamor për nevojat e energjisë nuk është prekur dhe nuk është cënuar në asnjë moment, as gjatë luftës nuk u prekën. Me qartë. Ndërkohë, dritan iranianët deklarojnë që nuk i zën besë armëpushimit që ka shpallur të paktën me Izraelin. Normalisht që nuk është. A ka një mundësi që të kemi sërish rifillimin e goditjeve siç pam të paktën para u bë një javë sot? Edhe ekziston një mundësi, por nuk është e afërt, kjo mundësi është e largët, për arsye se aktualisht izraelitët kanë probleme të mëdha në aspektin e mbrojtjes kundërerore, pra në aspektin e asaj mbrojtjes ndaj raketave balistike, të cilat treguan që janë shumë herë më shkatërruese, janë shumë herë më precize se sa kanë qenë deri më sot. Dhe niveli dhe sasia e lëshimit të tyre, pra dhe mënyra e lëshimit të tyre, pra goditjet iraniane ishin në nivel strategjik dhe jo në nivel taktik. Dhe kjo solli një dëmtim të madh në nivel strategjik të Izraelit, të shtetit, të Izraelit dhe të ushtrisë izraelite, dhe derisa ata të rekuperojnë këto kapacitete strategjike të dëmtuara. Kapaciteti strategjik dëmtuar është mbrojtja kundërerore, pra ajo që njerëzit e njohin si Iron Dome, po nuk ka të bëjë pra mbrojtja balistike. Dhe kjo mbrojtje balistike duhet të rekuperohet në aspektin që duhet të prodhohen sasira të mjaftueshme të interceptorëve të raketave balistike. Sepse vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës deklarojnë që Pentagoni ka deklaruar që vetëm sistemi interceptorëve THAAD, pra sistemi që përdorin Shtetet Bashkuara të Amerikës, amerikanë kanë harxuar 20% të kapacitetit të raketave THAAD globalisht që ka SBA-ja. Në këtë sulm. Në këtë 12 ditësh. Pra nëse kjo do vazhdonte 50 ditë. Nëse do vazhdonte 50 ditë, s'do kishte më asnjë kapacitet mbrojtjes kundëreror. Pra që është sistemi. Që është sistemi THAAD që e përdorin amerikanët, që kanë vetëm amerikanët. Pra imagjinoni se sa janë harxuar për tjerat që ka Izraeli, pra Patriote, Arrow, David Sling e gjitha këto tjerat. Pra derisa të vendosen këto kapacitete, pra të plotësohen këto 20% e këtyre kapaciteteve, dhe të plotësohet minimali edhe një 20% tjetër sipër i këtyre kapaciteteve që ta kesh rezervë, askush nuk do të shkojë sërish drejt saj goditjes. Pra do të kemi këtë armëpushim. Një përmbajtje. Absolutisht do të funksionojë ky armëpushim derisa të rikuperohet. Por ama kjo do thotë që edhe rikuperimi nga një anë ka rikuperim edhe nga ana tjetër, sepse edhe iranianët. Irani do blej avion nga ajo është diçka, po edhe Irani do fillojë rikuperimin e raketave të tyre. Pra Iranët deri më tashti pretendohet që kanë harxuar 5% të kapacitetit të raketave të tyre në sulmin që kanë bërë ndaj Izraelit. Pra kanë lëshuar diku rreth 600 diçka raketa dhe kjo pretendohet 5% e kapaciteteve të tyre raketore. Që ka aktualisht. Pra edhe ata do zëvendësojnë këto raketa. Normalisht që pas këtyre goditjeve do të rrisin precizionin e tyre, pra do të përmirësojnë kapacitetin e tyre të precizionit në këtë aspekt, dhe normalisht ju duhet të ribëjnë nga e para pra sistemin e mbrojtjes kundërerore. Sepse sistemi i mbrojtjes kundërerore në ditën e parë nuk funksionoi fare. Sepse izraelitët arritën ta nxjerrin atë jashtë funksionimit, edhe nëpërmjet goditjeve me raketat, po edhe nëpërmjet luftës elektronike. Pra duhet të kemi një sistem të mbrojtjes kundërerore të integruar iranian, i cili duhet të ringrihet nga e para. Nëpërmjet luftës elektronike, se më bëri përshtypje. Pra nëpërmjet luftës elektronike duke bllokuar radarët, pra e bllokon radarin, bllokon edhe komunikimin. Pra lufta elektronike është në dy aspekte: bllokimi i radarit dhe bllokimi i komunikimit i mjeteve, dhe mjeti vetëm komunikohet mbetet ose linja telefonike e shtruar kablore, siç e kemi pasur ne me konten verë, pra linjë shtruar kablore, cilën ti nuk mund ndërhysh në rast se ke nën tokë. Pra në rast se ke mbi tokë e prek. Në rast se ke nën tokë nuk ke se prek, dhe ushtria jone kishte nën tokë pjesa më të madhe të komunikimit kablor. Për këtë arsye sepse ishte parashikuar që në rast se sulmoheshim, çdo gjë tjetër nuk do funksiononte, pra do funksiononte ky komunikimi kablor nën tokë. Ndërkohë që lufta elektronike të bën bllokimin e të gjitha këtyre implanteve të komunikimit që janë pa kabull, pas gjithë tjetër. Irani thua do përmirësojë. Edhe Irani duhet të përmirësojë. Këto duhet të ngrejë këto kapacitete dhe duhet të ngrejë edhe kapacitetet e kundërzbulimit, sepse tregoi që kundërzbulimi iranian ishte i dobët. Sepse pati një sasi të madhe
në vetëm në ditët e fundit kemi diku të rreth 700 qytetarë të ndryshëm të arrestuar në Iran për bashkëpunim me Izraelin. Po kjo me avion që do blente nga Kina. Blerja e avionëve nga Kina është në bisedime për blerjen e këtyre avionëve, nuk do të thotë se avion do të blej, nuk do ndryshojë ndonjë gjë, aktualisht nuk do ndryshojë ndonjë gjë të madhe, pra në rast se këta avion do të përdoren, normalisht që këta avion do të qëndrojnë në baza të cilat do të jenë larg, tashmë pas këtij sulmi iranian do të përdorin bazat, do të vendosin në baza dhe janë detyruar të ndërtojnë baza të reja ushtarake në largësi të madhe nga kufiri me Irakun. Irani ka këtë kapacitet të këtyre ndërtimeve, për arsye se Irani ka thellësi strategjike dhe në këtë thellësi strategjike duhet të kemi parasysh që Irani ka 23 aeroporte ndërkombëtare. Ndërkombëtare ka 23, kurse Izraeli ka vetëm 1. Laj thaj 1 ka. Po. Kurse Irani ka 23 ndërkombëtare dhe ka diku të rreth 200 e diçka të tjera aeroporte ushtarak. Pra mund të madhësive të ndryshme. Pra, imagjinoni, pra, goditja ka ardhur nga Iraku këtej dhe vendosja e këtyre avionëve mund jetë në gjithë të pjesën këtu, të cila është e pakapshme dhe pa arritshme nga lloj goditje e Izraelit. Dhe në rast se këta avion, pra, do të vendosen atë do të ngrihen dhe kapaciteti i mbrojtjes të Iranit në këtë aspekt normal që do të rritet, sepse në rast se ti blen 40 avion. Mund përballen me F-35 ndritan ky lloj avioni. Avion kinez është? Po, avion kinez J-10. I njëjti avion që kishte Pakistani dhe që ka marrë edhe Egjipti. Dhe problemi është që të funksionojë, duhet të funksionojë në kompleksitet të vetin. Pra nuk mund të funksionojë vetëm avioni. Pra, në Pakistan e funksionoi për arsye se Pakistani kishte edhe mbrojtjen kundër ajrore e kishte marrë kineze, edhe zbulimin ajror e kishte marrë kinez. Dhe të treja këta, bashkë me avionët funksionojnë në një të vetme. E qartë. Dhe kjo bën atë që themi në lidhje pra integrimin përveç që bën integrimin, bën edhe reagimin e shpejtë në atë që quhet në gjuhën ushtarake quhet the kill chain, pra zinxhiri i vrasës. Zinxhiri i vrasës, pra ti e merr informacionin e ardhjes. Dhe ky informacioni kalon, ky informacioni e kap radari, ky radari ja jep përpunimit, ky radari, pra ky ja jep avionit zbulues në ajër. Avioni zbulues në ajër kap avionin ose dronin izraelit ose raketën izraelite që ka hyrë këtu dhe ky avion ja kalon këtij avionit që është i integruar në këtë sistem, pra avionit kinez. Dhe ky avioni kinez në momentin që afrohet për të udhëzuar këtë ka edhe mbrojtjen kundërajrore po kineze që funksionon në aspektin këtë. Në rast se ti nuk e ke këtë të integruar në një sistem, atëherë ky avioni për të marrë këtë njoftimin, atëherë duhet që ky njoftimi që e ka radari këtu. Radari t'ia jap qendrës përpunimit. Qendra e përpunimit pastaj t'ia kaloj këtij dhe t'i japi koordinatat me gojë ose t'i japi koordinatat me anë dhe gjitha kjo të humbet kohën, pra gjithë koha e raketës, pra raketa është për të goditur këtë objektivin këtu, pra raketa vjen këtu. Për sa kohë ti harxhon duke marrë këtë komunikimi, pra komunikimi duhet të jetë me radio, raketa ka goditur ku ti ke ardhur t'i afruar për ta goditur. Kurse kur ky komunikimi funksionon në një aspekt të përbashkët, pra është i ndërthurur i gjithë vetëm në një linjë, atëherë çfarë kap avioni në ajër, që është avioni, çfarë kap radari dhe avioni në ajër, cilët janë bashkëpunim, pra avioni zbulues në ajër dhe radarin tokë janë bashkë në një, sepse është një kompleksitet, pra një prodhim, një linjë, automatikisht ja kalon direkt këtij dhe këtij del në ekran. Dhe në momentin që ti del në ekran, pra kemi këtë kohën. Kjo kohë e komunikimit me gojë që mund të marrë 4, 5 deri në 10 minuta se do kaloj nga ky te ky, nga ky te ky, nga ky te ky. Janë minutat. Ti e ke për 1 minutë brenda disa sekondave kalon me pamje. Bam dhe i del koordinata e saktë dhe ky vjen, pra gjithë kjo koha ti fiton kohë sepse është raketa dhe këtu fiton 10 minuta, po ky 10 minutë, domethënë që kjo raketën ti mund ta eliminosh dhe mos zbjerë në objektiv. Në rast se ti humbet 10 minutë, raketa ka rënë objektiv, kur ti ke ardhur këtu, raketa ka 5 minuta që ka goditur. Po. Pra kjo është zinxhiri i vrasës. Absolutisht, ky zinxhiri i vrasës, pra sa më i shpejt ti zinxhiri i vrasës thyet, kur thyet ky zinxhiri, atëherë vrasja bëhet më e vonshme dhe bëhet e pa efektshme, pra nuk e bën dot më këtë vrasje. Ky zinxhiri duhet të funksionojë. Që të funksionojë ky zinxhiri duhet të jetë integral sistemi. Në Pakistan funksionoi se ishte integral sistemi. Këtu në rast se ti merr vetëm këta avionët, atëherë ti atëherë përqindja që e suksesit të këtyre avionëve për të rrëzuar dronët dhe raketat izraelite të cilat do të hyjnë në territorin e Izraelit, reduktohet minimalja me 50%. Minimalja me 50%. Pra fillojmë nga 50% e poshtë, nuk fillojmë nga 50% e lartë. Kurse po ta kesh gjithë sistemin integruar, gjë që nuk po bëhet llafër blerjen e gjithë sistemit integruar, atëherë fillojmë nga 50% e lartë dhe jo nga 50% e poshtë. Dritan, ke qenë një nga të vetmit, për mos thoni vetmi, se kam dëgjuar në vend tjetër, por për të qenë korrekt nga që si kemi dëgjuar të gjithë, që kur ndodhi lufta Pakistan-Indi, pak a shumë e the në këtë studio që kjo projekton edhe një përplasje të nesërme midis Iranit dhe Izraelit dhe Pakistan-India u tërhoq për shkak të pafuqisë së armatimeve që tregoi që kishte në dispozicion të qytet
cilësia e armatimit më duket si koncept luftarak. A ndodhi e njëjta gjë midis Izraelit dhe Iranit në përballjen që ndodhi? Pra, a u projektua pak a shumë i njëjti fenomen, ë? Pak a shumë u projektua i njëjti fenomen, cilësia e mbrojtjes dhe cilësia e goditjes. Pra, cilësia e mbrojtjes, Izraeli mbi vlerësoi mbrojtjen e vet dhe nuk i kishte parashikuar që kapaciteti goditës i Iranit ishte në një cilësi shumë më të lartë se sa kishte bërë para një viti. Dhe kjo solli precizion më të lartë goditjeve dhe duke sjell racionizim të mbrojtjes kundërajrore të Izraelit. Pra Izraeli nuk e kishte konceptuar këtë aspekt. Dhe kjo sjell planifikim të gabuar totalisht, pra planifikimi i Izraelit ishte totalisht i gabuar, se ti kur planifikon të bësh një sulm, ajo se cila diskutohet më është kundërreagimi i kundërshtarit. Pra, reagimi i kundërshtarit si do ta përballosh? Pra, sa do të jetë reagimi i kundërshtarit, në çfarë niveli do të jetë dhe cili është kapaciteti jot për të përballuar? Izraelitët i kanë hyrë kësaj pa përllogaritur fare, kanë përllogaritur vetëm që Irani nuk do funksiononte më. Pra, me goditjen e tyre Irani do binte. Dhe s'do kishte masën. Fillimisht absolutisht utulat 12 orë të para, pas 12 orësh arriti të ngritën kapacitetet dhe filloi lëshonte raketat. Me lëshimin e raketave ndryshoi situata. Pra këtu është dhe kjo nuk ishte parashikuar. Pra këtu kemi një planifikim të dobët, pra përveç cilësisë të shërbimit në aspektin të mbrojtjes kundërajrore, e cila qëlloi që tregoi që nuk ishte në kapacitetet në cilat pretendoi që ishte, kemi edhe një rënje total në nivelin e planifikimit strategjik. Ajo që ndodhi edhe në Pakistan pak a shumë absolutisht, edhe Iranin, edhe India nuk e kishte parashikuar këtë reagim sepse kishte nënvlerësuar kapacitetet ushtarake pakistaneze për shkak se sistemet kineze nuk ishin provuar deri më sot, pavarësisht ishin shitur dhe ishin shumë herë më të lira se ajo. Kur po flisje për avionin kinez. Po. Dhe nuk ishin provuar. Kjo ishte era parë që provuan dhe izraelitët e provuan këtë dhe e panë dhe me atë që ndodhi në Pakistan, shtabi i përgjithshëm i Izraelit direkt të nesmen ka bërë një mbledhje urgjente për këtë gjë, për arsye se të njëjtët avion i ka blerë Egjipti. Dhe çka ka bërë? Egjipti po J-10-at i ka blerë dhe i ka blerë siç kërkon të blerë Irani pa mbështetjen e avionëve zvulus dhe pa mbështetjen e kundërajrorit, të cilët janë të integruar. Nuk është një sistem i integruar. Ajo që diskutuam. Dhe pas sa që ndodhi në Pakistan, Egjipti tash ka vendosur që të blej edhe avion zbulimi, edhe mbrojtje kundërajrore, pra të jetë integruar, sepse po nuk e patë të integruar, sot është e vështirë që ta futësh, pra thamë bie ajo sistemi zinxhiri i vrasjes, pra bie koha e efektivitetit të këtij zinxhiri goditës. Pra në moment që ty të bie koha e efektivitetit goditjes së këtij zinxhiri, automatikisht shputet zinxhiri. Po shputet ky zinxhir është si puna e saj që armiku gjen në këtë moment një hapësirë dhe e ka më të kollaj për të goditur dhe për të neutralizuar se sa ti. Prandaj them që edhe iranianët vetëm në bisedime për marrjen e këtyre mund të rrisë, ka një rritje të kapacitetit tyre ajror, po nuk do thotë që kjo do ta shpëtojë Iranin. Në vetëm mënyrë që ti përballoj siç duhet dhe drejtësisht do të ishte në rast se do të merret kompleksitet i gjithi. Dhe sa mundësi janë që ta marrë dritan? Mundësit ekzistojnë, nuk është sepse a doja jap Kina sa koja pas ka dhënë kur Kina ka dhënë Egjiptit dhe Pakistanit, Kina me Iranin ka një marrëveshje të mbrojtjes strategjike, kështu që do ja japin, nuk dyshohet që do ja japin në rast se do të kërkojnë, por problemi është që marrë këtë sistemi. Dhe ngritja e këtij sistemi Pakistanit u desh 5 vjet. Absolutisht. Pra për 5 vjet, sepse duhet të përgatitesh personelin, pra duhet të ngresh një strukturë të veçantë, pra strukturë më vete që ti e ngren totalisht që të funksionojë në këtë kompleksitetin e saj, në këtë interoperabilitetin e saj, dhe kjo strukturë kërkon ngritjen e teknikëve, pilotëve, përdorusëve, të teknikëve të kundërajrorit, teknikëve të 5 vjet Iranit për ta futur për ta bërë efikas. Ato mund t'i marrësh që nesër. Po të përgatitesh personelin tënd që ti je i gatshëm për luftë, të duhet një minimalja një 5 vjet. Pra Pakistani do desh 4.5 vjet në total. Dhe pra 4.5 vjet që e kishte këtë sistem dhe kishte bërë disa herë stërvitje gjithçka e futi në funksionim për herë të parë dhe funksionoi. Pra edhe Izraelit, edhe Iranit mund ta përshpejtojë, pra në rast se Pakistani nuk e ka parë të nevojshme, pra sërish minimalja një 3 vjeç do i duhet. Pra nuk mundet që ta afusi e mori sot dhe ta afusi pas një muaji për të futur në eficiencë dhe për të funksionuar në mënyrë totale që nga ngritja e infrastrukturës, sepse do të kemi një parasysh. Pra ti do vendosësh këtë mbrojtje kundërajrore. Pra radarin së bashku me raketat që do funksionojnë. Dhe kjo kërkon infrastrukturë më vete. Pra kjo ngritja e kësaj infrastrukture, se kur ti ndërton një strukturë ushtarake, kjo struktura do edhe infrastrukturën. E qartë. Pra vetëm ndërtimi i kësaj infrastrukture në një Iran i cili është shumë i madh, pra do të kërkonte kohën e vet. Pra nuk mund të ndërtohet brenda disa muaj, absolutisht. Prandaj vetëm që kjo për të ardhmen planifikon një rritje në nivel strategjik të Iranit në rajon.
Po për momentin nuk është se ndikon. Nuk është se zgjidh gjë. Për momentin ajo që i zgjidh punë Iranit është vetëm rritja e kapaciteteve raketore dhe rritja e kapaciteteve të kundërzbulimit. Këto të dyja janë parësore dhe thelbësore për Iranin. Për të përballur nga një sulmiri. Pastaj pjesa tjetër është projekcion strategjik.